Urës, Dimalit, Kuçovës, Beratit dhe mbar Shqipërisë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj shumë për këtë takim, për praninë tuaj në këtë takim. Unë dua gjithashtu të përshëndes sot këtu para jush mikeshën e shquar të Partisë Demokratike Timën dhe Shqipërisë, deputeten në Parlamentin Italian, zonjën Erika Maseti, e cila ndodhet këtu sot dhe këto 2 ditë ka ardhur për të mbështetur opozitën shqiptare në këtë fushatë elektorale si dëshmi e lidhjeve të ngushta miqësore që bashkojnë Partinë Demokratike me Partinë Forza Italia, që në kohën e presidentit të pavdekshëm, mikut të madh të shqiptarëve, italianit të madh Silvio Berlusconi. I dashur Eno, drejtues politik i qarkut të Beratit, i dashur Gjok, drejtues i departamentit të bujqësisë në Partinë Demokratike, të dashur kryetar të Partisë Demokratike të degëve të këtij qarku, të nderuar dhe dashur kandidat për deputet të Partisë Demokratike dhe koalicionit për Shqipërinë madhështore, të pranishëm në këtë takim që jeni krenaria e koalicionit opozitar, krenaria e popullit opozitar dhe shqiptarëve, nesër deputet në Parlamentin e vendit. Unë vi sot të kju për të parashtruar programin tonë, me të cilin duhet të garantojnë çdo fermer të Kutallisë, të Beratit dhe të mbar Shqipërisë se ky program ka si qëllim më kryesor suksesin dhe rritjen e mirëqenies të fermerëve shqiptar, të cilët ndërtojnë jetën e tyre me lumej djerse, mundi dhe sakrifica. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka që kjo djersh, ky mund, to sakrifica të japin më shumë për ju dhe familjet tuaja dhe për vendin. Ky është qëllimi i programit tonë.